Zyra e shtypit e kryeministrisë zbardh letrën e komisionerit Stefan Füle, drejtuar kryeministrit shqiptar Sali Berisha, lidhur me ecurinë e reformave për procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në letrën e cila mban datën 25 korrik, komisioneri Füle vlerëson arritjet e Shqipërisë drejt plotësimit të 12 kritereve kyçe të vendosura nga Brukseli, siç është miratimi me konsensus i kodit zgjedhor, por thekson se ende ka sfida që pala shqiptare duhet të përmbush. Po ju shkruaj në lidhje me punën dhe reformat që Shqipëria ka bërë në drejtim të integrimit të saj drejt Bashkimit Evropian, në përpjekjet e bëra dhe rezultatet e arritura, por gjithashtu mbeten sfida dhe çështjet pas zgjidhura për të përmbushur 12 prioritetet kyçe të vendosura nga Komisioni Evropian në vitin 2010. Më lini në fillim të komentoj rreth qeverisë suaj për punët e përmbushura këtë vit dhe rezultatet e arritura kaq shpejt nga të gjitha forcat politike së bashku në parlament. Me të vërtet, me përshtatjet e reja që ju bën kodit elektoral, me anë të një procesi profesional dhe konsensual, ju jeni shumë afër plotësimit e implementimit të marrëveshjes politike të nëntorit 2011. Kjo është e mirëpritur dhe premton zhvillim. Komisioneri Füle i drejton një thirrje mazhorancës dhe opozitës në Shqipëri, ku kërkon miratimin e ndryshimeve kushtetuese për heqjen e imunitetit. Sipas komisionerit Füle, miratimi i këtyre ndryshimeve do të ndikonte pozitivisht në luftën kundër korrupsionit, si edhe do të bënte një hap të madh drejt procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjithashtu do të pëlqente të mirëprisja edhe përpjekjet serioze të ndërmarra lidhur me ndryshimet e nevojshme kushtetuese për heqjen e imunitetit, për të ecur më tej me një legjislacion të ri në fushën e administratës publike dhe për të zhvilluar një luftë kundër krimit të organizuar me këtë rrugë të re. Në të gjitha fushat, mazhoranca dhe opozita janë të angazhuara në debate serioze dhe konstruktive për të plotësuar reformat dhe objektivat e nevojshëm. Mazhoranca dhe opozita kanë mundësinë për të ndërtuar nëpërmjet këtyre zhvillimeve dhe të përparojnë më tej në dialog politik konstruktiv e të komplementojnë punën për plotësimin e 12 prioriteteve. Ju si kryeministër jeni në pozicionin më të mirë për të inkurajuar këtë proces dhe për të promovuar gjithashtu progresin e Shqipërisë në perspektivën evropiane. Lidhur me këtë, rënia dakord dhe votimi për ndryshimet kushtetuese për heqjen e imunitetit në linjë me standardet evropiane do të jenë një hap vendimtar në drejtimin e duhur. Reformat ligjore janë faktor kyç për të lëvizur drejt rrugës së integrimit evropian. Letra e komisionerit Füle u publikua për mediat nga vetë kryeministri Berisha gjatë mbledhjes së qeverisë. Duke i drejtuar një tjetër thirrje kreut të opozitës Edi Rama, zoti Berisha deklaroi se heqja e imunitetit për zyrtarët e lartë do të ishte një hap i madh drejt integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.